Reagim? Përshëndetje, Fidan. Përshëndetje, Rof. A është e vërtet që në vitin 2022 UEFA dhe FIFA kanë kërku nga federata që në kohën prej 6 muajve që statutit të harmonizohet, fjala është në vërejtje që i kemi lexuar në shkresën, të cilën ju e keni obligu. Do më thënë, në fat prej 6 muajve është dashur me harmonizu këto ligje. Është kjo e vërtet? Realisht ka pasur në atë kohë komunikime dhe takime mes Federatës të Futbollit, përfaqësuesve të UEFA dhe FIFA dhe institucionit këtë rast Ministrisë të Kulturës dhe Linjës Sport. Për shkak që në atë kohë kanë qenë shumë problematika dhe vonesa në raport me licencimin e federatës, ka pasur një dakordim që disa nga vërejtjet të plotësohen, të ndryshohen në afat pas 6 mbrana 6 muaj ose pas 6 muaj, nuk e di interpretimin e saktë, po është në kuadër të 6 muajor si fjalia kështu si ta them, dhe po mendoj që ka qenë dakordim që mes palëve edhe me të larta në atë kohë. Dhe ajo në harmonizu këto kërkesa që kanë rrjedh prej... Po, se në vitin 2025, më duket kanë qenë zyrtarë të MKRS-s, më duket ke qenë të Fidan prezent në kuvendit që është mbajtur. Disa nga komentet që kanë qenë janë harmonizuar, dhe disa të tjera po them që gjatë javës ardhshme do të marrë me statutin aktual i cili është dhe ato vërejtjet cilat kanë qenë nga UEFA dhe FIFA dhe